Kur Hitler vdiq, ai la pas një pasuri sekrete që askush nuk e priste. Miliona dollar, prona luksoze dhe një koleksion arti që do t'ju befasoj. Por çfarë ndodhi me të gjitha këto? Historia që do të dëgjoni tani do t'ju lër pa fjalë. Hitler nuk ishte thjesht një diktator i tmerrshëm. Ai ishte gjithashtu një milioner i fshehtë. Shumë njerëz mendojnë se Hitler jetonte si një ushtarak i thjeshtë, por e vërteta është krejtësisht ndryshe. Në këtë video do të zbulojmë të gjitha sekretet e pasurisë së tij. Se si e fitoi këtë pasuri dhe çfarë ndodhi me të pas vdekjes së tij. Përgatituni për një histori që nëse do ta shihnit në një film, do ta quani të pabesueshme. Nga artist i varfër në milioner. Në vitin 1907, Hitler ishte një djalë 18 vjeçar që jetonte në Vjenë me vetëm disa monedhë në xhep. Ai flinte në hostele të lira dhe ndonjëherë edhe në rrugë. Por si arriti ky njeri i varfër të bëhej milioner? E vërteta është se Hitler filloi të bënte para nga vitet 1920. Pasi u largua nga burgu pas tentativës së dështuar të grushtit të shtetit në Muniq, ai shkroi librin Mein Kampf në 1925. Ky libër u bë makina e tij e parë për të bërë para. Fillimisht libri nuk u shit shumë, por kur Hitler filloi të bëhej i famshëm politikisht, shitjet eksploduan. Deri në vitin 1933, kur u bë kancelar i Gjermanisë, ai kishte shitur mbi 250.000 kopje. Por kjo ishte vetëm fillimi. Kur Hitler erdhi në pushtet, ai e bëri librin Mein Kampf pothuajse të detyrueshëm. Çiftet e reja martuese merrnin një kopje falas si dhuratë. Ushtarët në front e merrnin atë. Shkollat e blinin. Deri në fund të luftës, libri kishte shitur mbi 12 milion kopje. Vlerësimet sugjerojnë se Hitler fitoi diku nga 3 deri në 4 milion Reichsmarks nga shitjet e librit, që do të ishin disa dhjetëra milion dollar sot. Por kjo ishte vetëm një pjesë e vogël e pasurisë së tij. Sekretet e fshehta të pasurisë. Këtu vjen pjesa e çuditshme. Hitler publikisht merrte se nuk kishte pasuri të madhe. Ai pretendonte se jetonte thjesht. Por pas shkëmbimit të dokumenteve sekrete, zbuluan se ai kishte një jetë luksoze që e fshihte nga publiku. Hitler zotëronte disa prona të shtrenjta. Berghof, vila e tij luksoze në Alpet Bavarez. Një apartament të shtrenjtë në Muniq. Të drejtat e fotografisë së tij që përdoreshin kudo. Por si fitonte Hitler kaq shumë para? Përveç librit, ai kishte të ardhura nga disa burime. Pagesa si kancelar dhe president i Gjermanisë. Të drejtat e autorit nga libra të tjerë. Të drejtat për përdorimin e fotografive të tij në pulla postare. Dhurata nga industrialist të pasur gjerman. Historia më e çuditshme është se çdo herë që përdorej fotografia e Hitler në pullat postare gjermane, ai merrte para. Imagjinoni sa pulla postare u printuan me fotografinë e tij gjatë 12 viteve të regjimit nazi. Miliona dhe miliona pulla, dhe për secilën ai merrte një përqindje. Hitler gjithashtu merrte dhurata nga industrialistë të mëdhenj gjerman. Këto nuk ishin dhurata të zakonshme, por suma të mëdha parash që i jepeshin si mbështetje për lëvizjen naziste. Në realitet, ishte një mënyrë e fshehtë për ta bërë atë të pasur. Berghof, pallati sekret në Alpet. Berghof ishte krijimi më i dashur i Hitler. Kjo vilë në malet e Berchtesgaden ishte vendi ku ai kalonte shumicën e kohës gjatë luftës. Por nuk ishte thjesht një shtëpi, ishte një pallat i vërtetë. Vila kishte mbi 30 dhoma, një sallë të madhe me pamje të mahnitshme të Alpeve, një kinema private dhe madje edhe bunker të fshehur nën tokë. Hitler shpenzoi miliona për ta bërë këtë vend si në ëndër. Por ajo që e bënte Berghof vërtet të veçantë ishte koleksioni i artit. Hitler kishte mbledhur qindra piktura, skulptura dhe objekte arti nga e gjithë Europa. Shumë prej këtyre veprave arti ishin vjedhur nga muzet gjatë luftës. Në Berghof Hitler organizonte mbledhje të rëndësishme, pritej mysafir të lartë dhe bënte vendime që ndryshonin botën. Por gjithçka ishte paguar me para që kishte fituar në mënyra të ndryshme. Testamenti i fundit, sekreti i madh. Kur Hitler kuptoi se lufta ishte humbur, ai shkroi testamentin e tij të fundit më 29 prill 1945, një ditë para se të vriste veten. Ky testament përmban disa nga fjalët më të çuditshme që ka shkruar ndonjëherë. Në testamentin e tij të fundit, Hitler la të gjithë pasurinë e tij për qeverinë gjermane. Çfarë zotëroi, për aq sa ka vlerë i përket partisë. Nëse kjo nuk ekziston më, por çfarë domethënie kishte kjo kur Gjermania ishte duke u shkatërruar? Hitler gjithashtu la urdhresa të veçanta për koleksionin e tij të artit. Koleksioni i tij i artit u la për një galeri në qytetin tim të lindjes, Linz mbi Danub. Kjo ishte një nga ëndrat më të mëdha të Hitler. Të ndërtonte një muze të madh arti në Linz ku ai kishte lindur. Ai dëshironte që ky muze të ishte më i madhi në botë, plot me vepra arti që kishte mbledhur gjatë luftës. Por testamenti i Hitler kishte një problem të madh. Ai nuk kishte fuqi ligjore.
Gjermania kishte humbur luftën, dhe askush nuk kishte për ta respektuar vullnetin e tij. Lufta e trashëgimtarëve. Por historia nuk mbaroi këtu. Në vitet që pasuan, disa njerëz pretenduan se ishin trashëgimtar të Hitler dhe kishin të drejtë në pasurinë e tij. Motrat dhe vëllezërit e Hitler ishin akoma gjallë. Dhe sipas ligjit gjerman, ata kishin të drejtë në trashëgimi. Por qeveria gjermane refuzoi t'ua jepte paratë. Ata thanë se Hitler kishte qenë një kriminal lufte dhe pasuria e tij duhej të konfiskohej. Kjo çoi në gjyqe që zgjatën për vite. Familjarët e Hitler luftuan në gjykatë, por humbën. Gjykatat vendosën se pasuria e Hitler do të mbetej nën kontrollin e shtetit gjerman. Sot, 80 vjet pas vdekjes së Hitler, shteti bavarez ende kontrollon të gjitha të drejtat mbi pasurinë e tij. Kjo përfshin të drejtat e autorit për librin Mein Kampf, të drejtat mbi fotografitë e tij, dhe çdo gjë tjetër që ai zotëronte. Paratë e fshehta që nuk u gjetën kurrë. Por historia më misterioze është se thuhet se Hitler kishte fshehur para në vende të ndryshme që nuk u zbuluan kurrë. Disa historian besojnë se ai kishte llogari sekrete bankare në Zvicër. Të tjerë thonë se ai kishte fshehur arë dhe stoli në bunker sekret nëpër Alpet. Deri sot, njerëz vazhdojnë të kërkojnë për thesarin e Hitler. Ka pasur ekspedita në malet e Austrisë dhe Gjermanisë, duke kërkuar bunkeret e fshehur ku thuhet se ai kishte fshehur pasuri. Në 2009, një grup gjerman pretendoi se kishte gjetur një bunker të fshehur me ari dhe dokumente. Por kur autoritetet kontrolluan, gjetën vetëm disa objekte pa vlerë. E vërteta është se ndoshta kurrë nuk do të mësojmë sa të pasur ishte vërtet Hitler. Dokumentet nazist u shkatëruan kryesisht gjatë luftës. Shumë nga njerëzit që dinin sekretet e tij vdiqën ose ikën pas luftës. Mësimi nga kjo histori. Historia e pasurisë së Hitler na mëson disa gjëra të rëndësishme. E para, pushtetarët korrupt shpesh fshehin pasurinë e tyre. Hitler pretendonte se ishte një njeri i thjeshtë që shërbente për popullin, por në realitet jetonte një jetë luksoze. E dyta, luftërat dhe tragjeditë shpesh përfshin edhe vjedhjen e pasurisë. Shumë nga arti që Hitler kishte mbledhur ishte vjedhur nga familje dhe muzeu gjatë luftës. E treta, edhe pas vdekjes, pasuria e fituar në mënyrë korrupte vazhdon të shkaktojë probleme. Familjarët e Hitler ende luftojnë në gjykatë për paratë e tij, 80 vjet më vonë. Por mbi të gjitha, kjo histori na kujton se prapa çdo diktatori që pretendon se punon për popullin, shpesh fshihet një person që është duke vjedhur dhe duke përfituar nga pushteti. Sot, vila e Hitler në Berchtesgaden është shkatëruar plotësisht. Në vendin ku ndodhej dikur Berghof, tani është ndërtuar një hotel. Turisti në atë zonë vazhdon, por për arsye të tjera, bukuritë natyrore të Alpeve. Koleksioni i tij i artit, aq sa u gjet, u kthye tek pronarët e vërtet ose vendosen në muzeu për të kujtuar botës për krimet e luftës. Libri Mein Kampf akoma ribotohet, por të gjitha paratë shkojnë për bamirësi ose për edukim rreth historisë së Holokaustit. Kështu mbaroi historia e pasurisë së njërit nga njerëzit më të urryer në histori. Nga një artist i varfër në Vjenë, Hitler u bë milioner dhe ndërtoi një perandori të pasurisë të ndërtuar mbi korrupsion dhe vjedhje. Por si të gjitha perandoritë e këqija, edhe kjo u shkatërrua. Sot, askush nuk përfiton nga pasuria që Hitler grumbulloi. Ajo ose u kthye tek pronarët e vërtet, ose përdoret për të edukuar brezat e rinj rreth rreziqeve të diktaturës. Historia e pasurisë së Hitler na kujton se paratë e fituara përmes dhunës dhe korrupsionit në fund të fundit nuk sjellin asgjë të mirë. Ato vetëm lën pas një trashëgimi dhimbjeje dhe vuajtjeje. Nëse doni të mësoni më shumë histori të befasueshme, shtypni subscribe dhe shikoni videon tjetër që do të shfaqet tani.